Këtë e bën në këndvështrimin e të dhënave që ka publikuar pak çaste më parë dhe që i lexoj bashkë me ty Flor, thonë se prej 2014-ës janë 31.500 emigrant të cilët kanë humbur jetën në ujërat e Mezeut dhe mes tyre 1.300 janë minoren. Prandaj dhe ky apeli UNICEF bëhet pikërisht për numrin e lartë të fëmijëve, të voglushve, të cilët në përpjekje me prindërit e tyre, me familjarët e tyre për të shpëtuar fatkeqësive natyrore, luftrave apo varfërisë apo ekstremit të jetës në vendet e origjinës, kanë gjetur vdekje në detin Meze. Pra nuk janë pak, përsëris nga 2014 deri sot janë 31.500 jetë njerëzore të mbytura në Meze dhe kemi 1.300 prej tyre janë minoren. Apeli të ditës të UNICEF dhe të gjithçka që ka ndodhur në ditën e sotme. Unë falenderoj ty dhe autorët e programit që kanë vëmendjen pikërisht mbi një aktualitet të tillë në këtë botë kaq të çmendur, pasi lajmet ditë pas dite janë përqendruar në dy superfuqi se çfarë po ndodh me Amerikën, me Rusinë, por dhe këto janë lajmet mjaft të rënda që kush ndjek lajme dhe kush ndjek informacionin e përditshëm e kupton se sa e vështirë është përcjellësh lajme të tilla. Pra kemi një apel të vazhdueshëm dhe të autoritetit lokale të ishullit të Lampedusës, kryetari i bashkisë të Lampedusës, parroku apo prifti që drejton pra kishën e këtij ishulli, të gjithë bëjnë apel për atë çka po ndodh pra në këto ujëra. Dhe kemi edhe shumë shifra që publikohen në njerë, sidomos kur ndodhin tragjedi të tilla Flor, kur më e vërteta është se fillojnë të publikohen të dhëna e statistika, kur thuhet se vetëm në datat 16, 17 dhe 18 mars, nga Afrika kanë mbritur dhe kryesisht nga Tunizia, nga ku ishte nisur kjo barkë, kjo gomone për 10 metrash, kanë mbërritur në brigjet italiane 612 emigrant dhe ka pasur 18 të mbytur, që i shtohet edhe kësaj tragjedie që këtyre shifrave që ne përcollëm pak më parë. Sa i takon vetëm natës së 18 marsit, ku mendohet se është dita që ka ndodhur këtë tragjedi, kanë mbërritur dhe janë zbarkuar në brigjet e Lampedusës, pra në brigjet italiane, 213 emigrant. Kurse sa i takon gomones së kësaj tragjedie, dim se është një gomone për 10 metrash, e cila pak orë pas nisjes ka pësuar një shfryrje ose të thuash një çarje që ka çuar bushën e saj me ujë deri në mbytje dhe emigrantët ka qenë nga Bregu i Fildish, nga Kameruni, nga Mali dhe nga Gambia. Pra ne presim tashmë se si do të jetë më shumë ky skenar me rrëfime që do të bashkohen dhe të 10 të mbijetuarve, 2 prej tyre kanë dalë nga spitali dhe ndodhen në qendrën në kampin e emigrantëve Lampedusa, 8 të tjerë vijojnë të jenë në kujdesin e psikologëve apo gjithçkaje që merr kuadri i momentit edhe në asistencën shëndetësore. Por dim që janë të gjithë të cilët kanë pasur dhe familjarë të tyre. Pra prekupimi dhe ky alarm që është shtuar në këto çaste të fundit, në orët e fundit nga agjencitë e informacionit, vetëm italiane, por dhe botërore, është pikërisht për prekupimin se mund të kenë minor, të rritet numri minorenëve të cilët rezultojnë në personat, në 40 persona që rezultojnë në kërkim apo të zhdukur në këto qaste. Edhe ajo që mund të shtoj mbi këtë qast është se kemi informacion se po kërkohen të 40 personat, po kërkohen jo vetëm me patrullimin e anijeve të Guardia Costieres, operatorës bregdetare, por edhe përmes flotës ajrore, pra kemi edhe një helikopter të cilët po observojnë nga lart gjithë vendin ku mendohet se ka ndodhur tragjedia. Pra tragjedia është fort e madhe, edhe shumë jetë njerëzish të humbur, absolutisht edhe fëmijësh, po në këtë fazë vazhdojnë ende që t'jenë në një fazë kërkimi. Çfarë do të thotë që deri në momentin sigurisht dyshimet e para, shpresa nuk vdes asnjëherë, po në kushtet dhe në zonën për të cilën flitet se ka ndodhur, është një zonë me situatë, pra me era të forta, me dallë të forta, me
një rrezikshmëri të lartë për të qëndruar i gjallë ose për ta mbajtur shpresën gjallë, ndoshta nëse mund të referohem kështu Alba, edhe në këto ditë kërkimi? Jo vetëm ajo, por dhe moti ka qenë mjaft i keq. Një nga motive pse barka Gomonia është përmbysur, ka qenë moti mjaft i keq, dallgët mjaft të larta, të cilët kanë bërë përmbysjen e mjetit lundrues. Shpresa vdes e fundit, por padyshim prandaj dhe nisa një varrezë nënjore, pasi shumë mjet njerëzish të cilët kanë qenë pjesë e këtyre gomoneve që kanë përfunduar në tragjedi, shumë rrallë janë rekuperuar. Pra, rekuperimi i trupave bëhet të paktën është tempestiv në kohë, sidomos kur sinjalizohet gomonia nga një roje bregdetare apo nga trupat e mjeteve detare të Agjencisë Europiane Frontex, të cilët patrullojnë atë zonë. Në momentin që nuk vjen ky notifikim, pra ky evidentim, gjithçka kryhet në një moment më të vonshëm që dim se në raste të tilla koha është mjaft e shtrenjtë dhe shpresat janë të pakta, po shpresojmë që të paktën dhe trupat të rekuperohen dhe familjarët të kenë mundësi të kenë trupat e personave të cilët kanë nisur këtë udhtim. Një pyetje kam Alba, 4 persona të cilët janë gjetur të gjallë, si 6 persona, 6 persona të cilët janë gjetur në gjendje jete, pra si ja kanë dalë të shpëtojnë? Pasi në afërsi të ujrave, nëse gaboj ka qenë rreth 16 milje nga brigjet e Lampedusës, është identifikuar se ishin persona të cilët po kërkonin ndihmë apo janë identifikuar nga roja bregdetare. Kjo do të thotë se anija apo gomonia është mbytur pak metra më tutje dhe gjitha këto kanë bërë që të nisë operacioni shpëtimit. Varet nga personat të cilët i kanë mbijetuar, sidomos rrëfimit të tyre për faktin se temperaturat e ujit kanë qenë mjaft të ftohta, mjaft të ulta. Dhe ata që i kanë mundur të mbijetojnë pra temperaturës së lartë, valve mjaft të mëdha e gjithçka tjetër. Ka nisur operacioni i shpëtimit, por ka nisur në moment të dytë, mbasi ka ndodhur dhe mbytja e barkës. E kuptoj. Kështu që prandaj edhe temperaturat e ulta nuk kanë ndihmuar në asnjë moment, nuk kanë, pra janë një sër faktorësh që nuk kanë qenë në favor të... Moti keq, dallgët mjaft të larta, errësira, gjithçka që ka ndodhur, kushtet, gjithçka kanë çuar në këtë lloj